Shkencëtarët kanë zbuluar se është më e sigurt që gratë të kenë një fëmijë në një periudhë të caktuar nëntëvjeçare. Lindja mes moshës 23 dhe 32 vjeç zvoglon shanset që fëmia të lindë me defekte të lindjes, zbuluan studiuesit hungarez. Problemet e zemrës ishin problemet më të zakonshme tek ata që lindnin jashtë asaj dritareje, si dhe problemet nervore për nënat në 20 vjeç dhe qarjet e qiellzës për ato të lindura nga nënat në të 30-tat dhe 40-tat e vona. Studiuesit thanë se gjetjet mund të ndihmojnë në sigurimin e kujdesit të duhur për gratë që kanë fëmijë në mosha më të mëdha. Çrregullimet jo gjenetike të lindjes shpesh mund të zhvillohen nga ekspozimi afatgjat i nënave ndaj efekteve mjedisore. Meqense mosha e lindjes së fëmijëve në botën e zhvilluar është shtyrë në një masë ekstreme, është më e rëndësishme se kurrë që të reagohet siç duhet ndaj kësaj tendence. Kërkimi ynë mund të luajë një rol të rëndësishëm në krijimin e protokolleve moderne dhe të sigurta të kujdesit dhe shqyrtimit të shtatzanisë, u shpreh profesoresha Boglarka Peto nga Universiteti Samuel Lewis. Mosha mesatare që gratë zgjedhin për të pasur fëmijë është rritur prej vitesh, me nevojën për të balancuar karrierën dhe financat, duke bërë që shumë ta bëjnë këtë më vonë në jetë. Të dhënat nga zyra për statistikat kombëtare tregojnë se mosha mesatare që një nën lindë në Angli dhe Wales ishte pak më pak se 31 vjeç në 2021, mosha mesatare më e lartë e regjistruar. Për krahasim ishte vetëm 26 vjeç në vitin 1973. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar që të kesh një fëmijë në moshën 35 vjeç e lartë mund të rrisë rrezikun e nënës për probleme, duke përfshirë abortin, presionin e lartë të gjakut dhe diabetin gestacional. Fëmijët mund të jenë në rrezik më të madh të defekteve të lindjes së parakoshme dhe çështjeve kromozomale, si sindroma Down. Megjithatë, gratë mund të kenë shtatzani të suksesshme në çdo moshë përpara menopauzës.